إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Gjematë të ndëruar, ne do të vazhdojmë me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që transmetoi ka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, që pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith na ka treguar për veprat shkatruese dhe shpëtuese. Ne jena te pjesa e hadithit, te pjesa e dytë të hadithit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë tre gjëra shpëtuese janë e cekëm khutbën e kaluar, drejtësia në hidhrim dhe në rahati. Të jesh i drejt, të gjikosh drejt, të falish drejt, ke me mik, ke me armik, ke me hasën, ke me familje, të jesh i drejt. Në çdo vepër, në vepër dhe në fjalë. Kurse e dita pjesë e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vepra e ditë që e bën njeriu që të shpëton, është të jesh mesatar, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fil fakri wal ghina, të jesh mesatar në varfëri dhe në pasuri. Kjo e bën njeriu që të shpëton. Të menaxhojsh pasurinë tënde nëse posedon pasuri. Të menaxhojsh varfërinë tënde nëse je provuar me varfëri. Të jesh mesatar. Jo në kohën e pasurisë të shpenzojsh e të harxhojsh pa kontroll, se kjo të ban që të aprishish jetën tënde, të shqetësojsh vetën tënde, të shqetësojsh familjen tënde, dhe pastaj rruj në Zot që bjem në nivel edhe largosh prej dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thot të dish të menaxhojsh në jetën tënde. Sa prej njerëzive kanë investuar pastaj kanë humbur parat e tyre. Sa prej njerëzive janë mbashtruar kanë shit banesën me biznis as banes. Sa prej njerëzive kanë investuar, sa njerëzi që pan pare kur kanë kohë kuinave dhe selam haruan ta bëjnë dhikrin pas namazit, duke fol për kuina, duke I kshir telefonat dhe pastaj ku janë ata sot. Do të thotë se nuk ka pas mesatari në menaxhimin e varfërisë dhe pasurisë. Do thotë duhet të jesh I matur nëse don të rahatojsh shpirtin tënd, don të rahatojsh familjen tënde, don të rahatojsh shoqërinë tënde. Të jesh nëse ke pasuri të matish dhe të harxhosh me mas. Po nëse nuk ke mundësi, atëherë të menaxhosh njët e në fukarallakin me mas. Që mos të bësh lips dhe mos bësh që ti nështrosh çdo kujt. Ka si cila e ka masën e vet. E nësi besimtar duhet të ecmi pas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kjo hadith ka të bëjë me pjesën e parë. Do thotë që tham që të jesh I drejt, edhe në shpenzim duhet të jesh I drejt. Jo merr për njerëzive pare, nuk kam, anko të njerëzit me pare bën qefeti. E sa ke dim dhe njohemi që njerëzit të cilët tentojnë dhe pretendojnë që nuk kanë, duke munduar të jetojnë në korrizin e dikujt tjetër. Allahu na udhëzon dhe na fal. Për këtë pejgamberi Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Hani dhe pini dhe mos e teproni, se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk I don ata që e teprojnë. Duhet të jemi të kujdesshëm. Pse? Se varfëria është periudhë e cila ka nevojë që njeriu të menaxhon. Pastaj ti të lutish Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah të t'jap. Pastaj të përpiqesh dhe të lodhesh që ti të fitojsh.
Paramendojni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban dua që kanë ardhur në hadithin sahih Muslim, që e ka lutë Allahun subhanahu wa taala, që i ka thënë o Zot furnizoje Muhammed dhe familjen e tij me një furnizim të mjaftueshëm, që i mjafton. Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bërë këtë dua për veten e vet dhe familjen e tij? Se syt nuk i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bën para në këtë dunjë. Syt nuk i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jeton në këtë dunjë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë dua që të ketë me ngop barkun e tij, mos të ketë nevojë për të tjerët, që ai të adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe t'ia mëson njerëzive dinin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar neve mesatarin në Kur'an. Allahu thot në Kur'an: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Ata të cilët kur të japin, kur të shpenzojnë, nuk shpenzojnë pa mos. Ata nuk shpenzojnë pa mos. Por ata të cilët edhe kur të dalin, nuk bën kopras në kuinat nivelin e kopratësisë, por janë mesatar. Në sadaka, në harxhim, në shpenzim, janë mesatar. Në ndaljen, janë mesatar. Kur duhet me dhonë rrugt Allahut, jep mos u frik, se Allah të kompenzon. Kur të ngacmon njerësi që të shpenzojsh në sende të kota dhe mubah, që janë të lejuara, nuk kanë ndalesë, mos të do të shpenzojsh shumë. Për shkak se më mirë të shpenzojsh në rrugt Allahut subhanahu wa taala se sa në qefe. Në rrugt Allahut do të shtohet rizqi dhe bereqeti dhe do të ngritet shkallët në xhennet. Kurse në gjërat mubah, të cilat janë të lejuara, ka mundësi mirësh në pyetje për shkak se pse shpenzove. Ndoshta dikush ka nevojë për ndihmën tënde, e ty luksuzin, petkin, veshjan, ushqimet, restorantet nuk i ndal. Je mesatar, se nesër do të mirësh në pyetje para Allahut subhanahu wa taala. Do të jemi mesatar në haje, në pije, në veshje, në çdo send, që nesër të dalmi ne prej këtij hadithi që ki na bën neve që të dimë se si të jetojmë ne në këtë dunja, kur dalmi para Allahut subhanahu wa taala, të dalmi faqebart. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: "Qad aflaha man aslam." Ka shputuar, ka kor sukses ai i cili është musliman. Do thot musliman, komplet musliman, ashtu siç duhet, wa ruzika kafafan, dhe është furnizuar, ka një furnizim të mjaftueshëm, që s'ka nevojë që nështrohet njerëzive, dhe është Allahu i ka dhënë knatësi dhe ai është i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. A jemi të kënaqur ne me këtë pasuri që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala? Të ndalet si cili të jep përgjigje vetës së vet. Apo nuk na ngopët syri? Po kemi qef një kerr më të mirë, kemi qef një tokë më të mirë, kemi qef diçka, kemi qef të ecim pushime të bëhen më shtrenjta, në përvendet më shtrenjta, në përvendet më të njohura, që tregon Hasan Basriu për një person kur i ka ardhur melekul maut të vdesë dhe i ka thonë, çka i ke punë? Ka thonë: "O Ebu Hasan, çka po thuan në çat vazë, në çat kufer ka çka shmi dirham?" Thotë që s'ja kam dhënë zeqatin asnjëherë. E thot pse? Thot i kam rujt në ditë mos po i dhronë këto qeveritar. Edhe mos harxhot, edhe çka? Edhe ka thonë i kam mbledh këto pasuri për më mbur para njerëzve që kam parë shumë. A kuptuat? Është lodh, është raskapit, as zeqat s'ka dhënë, nesër në llogaritët mirët, edhe plus çka për më mbur para njerëzive. Sa për njerëzive i bën shëtytjet e tyre dhe pushimet e tyre veç më mbur para njerëzive? Për këtë duhet të kujdesmi, duhet të bëjmë llogari mirë, se nesër të dalmi para Allahut subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që thot: kush zgjohet në sabah dhe është i sigurt në shtëpinë e tij, është me shëndet, është ndosh e mirë, dhe e ka ushqimin e ditës, thot këtë njeri, thot është si mi u dhon gjithë dunjaja. Ke pa kur çosh sabah e shen shtëpi dikant familjes i paralizum, qohet mëngjes, duhet me çon spital mesin e natës, as një sent, as buka, as kafja, as parja,
asnjë sen nuk don, vetëm don ta shoshnosh e mirë. Po këtë ne nuk e kuptojmë këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se kur sprovohemi, lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na vetdison, që të na bën prej atyre të jemi mesatar në varfëri dhe në pasuri. Dhe pjesa e tretë e hadithit është që me pas frikë Allahut në fshehurazi dhe haptazi. Të kemi frikë Allahut kur të jemi vetë edhe kur të jemi në vendet publike. Kjo është prej vepra e tretë shpëtuese që shpëton njeriu të ketë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Se Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah." Kush I beson Allahut dhe ditës së fundit dhe e fal namazin dhe jep zakatin dhe nuk I frikësot askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. O xhamat, ne në këtë vend që kemi ardhur në xhami, a jemi tut prej dikujt? Cilin prej jush I ka thonë shefi që shkot në falu? Cili prej jush I ka thonë ministri prej ministrive shkojnë ja falë në namazin sot ditë xhumoje? Edhe rroga 50% ju heket nëse nuk e falë në xhumon. As shefët nuk na kanë dërgu, as prindit nuk na janë kërcnu, as diçka se do të shpërndahet këtu, as një sen. Vetëm se kemi ardhur me kënaqë Allahun subhanahu wa taala, nuk është e vërtet? Frika ndaj Allahut na ka bën neve që të jena në këtë xhami dhe xhamia të tjera ku falen musliman në sipërfaqen e botës, në vendin tonë. Frika Allahut subhanahu wa taala se në xhami nuk shpërndahet as rroga, as stipendia, as pare, as gjë tjetër. Po mirë, a marrmi ne nëjsh problem? Në 100 euro helvet e dera kur dalën si cilët xhamat në xhep me jashti? Jo. Asnjëri prej nesh nuk merr pare pse vjen në xhami fal xhumon dhe namaz tjera. Përveç ai që ka punë, ai normal merr rrok, se ka punë. Por besimtari si besimtar, kur ti nështrohet Allahut, kur të vjen në xhami, qëllimi I tij është me e kënaq Allahun subhanahu wa taala, me nështru Allahut subhanahu wa taala. Pse në hadith ka ardhur pjesa e parë me pas frikë Allahun, fshehurazi tona haptazi. Se frika njeriu I cili ka frikë Allahun kur është vet, është pozita më e lartë. Sa I nuk e ka dert para njerëzive, por njerëzit kanë ndurohet prej njerëzive, a harrojnë që ato duhet të ndurohet prej Allahut subhanahu wa taala. Kur është vet ka mundësi këshir diçka në telefon. Kur je në publik, mashallah, këshir sa ul shikimin. E njeriu çdo herë kur është vet ka mundësi I shkel disa norma të dinit të Allahut. E nëse ti ke frikë Allahun kur ti je vet, që ato norma që mush mi shkel dhe nuk I shkel, e kujton Allahun subhanahu wa taala, dije se ti je në pozitën që inshallah shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala që do të shpëtojmë, do të jetë vepër që na shpëton nga zjarri I xhehenemit. Do të njeriu duhet të kujdeset, të ketë frikë Allahun në fshehurazi dhe haptazi, ke natë, ke ditë, ke para njerëzive, ke jo nuk të shohën njerëzit, pa marrë parasysh çfarë do pozite të jesh, ne çdo herë ta kujtojmë Allahun subhanahu wa taala. Pse? Se hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dini njeriu njëri prej njerëzive që do të jetë në hijen e arshit të Allahut subhanahu në hijen e Allahut subhanahu wa taala që nuk ka hije përveç hijes të Allahut, ka thonë një djalosh, një djalë, një burr, të cilën e thirr një grua, një femër, e cila ka autoritet dhe ka bukuri. Ky djalë thot, unë I frigona Allahut subhanahu wa taala. Do thot friga Allahut edhe pse njerëzit lakmojnë të njerëzit që kanë famë dhe autoritet dhe bukuri, por friga Allahut e ndal, kitet hijen në hijen e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Pastaj një hadith që ka ardhur nga Ebi Umama radhiyallahu anhu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjëra më të dashura te Allahu se 2 pika dhe 2 gjurma. 2 pika, thot pika e lotit që del prej frikës të Allahut. Të ka ndodhur ndonjëherë në udhtim je I vetmuar dhe duke kujtuar mirësitë të Allahut dhe të rrjedhën si të lot, ose je kon vet në shtëpi, askush tjetër kujton begatit dhe mirësitë të Allahut dhe të rrjedhën si të lot, kjo është
këtë pikë të lotit e do Allahu subhanahu wa taala. Dhe pikën e gjakut e cila derdhet në rrugt të Allahut. Do thotë këto dy pika. Pika e lotit për frikës të Allahut dhe pika e gjakut që ka derdhet për hir të Allahut, në rrugt të Allahut. Dhe dy gjurma, gjurma e cila të lën në rrugt të Allahut dhe gjurma e cila duke i zbatuar urdhrat e Allahut, farzat e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë që i donë Allahu. Këto janë të cilët të bëjnë ti të nënshtrosh Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paramendoni sa shumë ka pas kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë dy transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjetë një hurr në shtratin e tij, në shtëpinë e tij dhe e ka marrë të ka dosh me hangër, ju ka kujtuar se ka mundësi është prej hurmës sadakas dhe e ka lënë anësh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ne sa veshin e kemi halal, sa ngopmi barkun në halal, sa ham halal, pe ka furnizohemi për këtë belaja dhe të lashet e kena. Për këtë lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bën që të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala. Hatta zidh Shahrazi, thot Imam Shafiu rahimahullah, tre gjëra janë të shmuara, të mira, thot bujaria në varfëri dhe devotshmëria në vetmi dhe fjala e vërtet para një njeri që ja frikësh për ati, ja shpreson për ati. Nëse është në një ministër në një, do thotë pozitave në shtet lartë, kujdesesh për ti tutës, se nguxon me fol. Nëse është në një pasanik, zguxon me thonë se tutës e pelesëm jep të na kur ti lipi. Do thotë, këto janë tre vepra që janë të shmuar që thotë Imam Shafiu. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej atyre që jemi të drejtë. O Lazar, ne duhet të kujdesmi, duhet të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala, sidomos në tash ka është kjo festa Halloweenit, le të keni kujdes musliman, keni kujdes, ruajini fëmijët, mos tolerojini se fëmijët nuk dinë kanë qef të blejnë gjëra të cilët i shohin për në rrjetet sociale. Kjo është festë e adhuruesve të shejtanit. Kjo është festë e cila kundërshtohet me parimet fetare. Kjo është festë që nuk lejohet në dinin e Allahut. Kjo është festë që ata mendojnë se shpirtat ngjallen dhe ecin tërnatën deri në sabah. Për këtë arsye nuk ju duket fytyra. Për këtë arsye ato e mlojnë fytyrën që shpirtat e këqij mos t'i njohin kush janë, që mos t'ju bëjnë dëm. Allah Allah. Do thotë e muslimani mend ka, nuk mbashtrohet me kësaj sene. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na udhëzon, të na vetdison. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu mëkatet na i falë dhe gjithëve në xhenet e Firdaus të na bashkon. Wa aqimus salam.